Vlera totale e kredive ka arritur në 6.73 miliard euro, ku 2.85 miliard euro janë kredi për ekonomitë familjare, ndërsa 3.88 miliard euro për bizneset. Kërkesa për kredi ka vazhduar të jetë në rritje, ku totali i kredive në shkurt të 2026 ka rritur në 6.73 miliard euro, prej të cilave 2.85 miliard euro janë kredi për ekonomitë familjare dhe 3.88 miliard euro për bizneset. Ndërkaq drejtori i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Kushtrim Ahmeti po e cilëson shqetësuese rritjen e normave të interesit. Ai thotë se kanë kërkuar sqarim nga BÇK-ja, por deri më tash nuk kanë marrë ndonjë përgjigje. Neve në raportue për të lashe zakonisht madhe dhe hezitim shumë të madh të sektorit bankar, të cilët ne përkundër vazhdimisht kemi kërku një sqarim nga sektori bankar, nuk kemi arrit ende me marrë se pse po bëhet. Pavarësisht se norma e interesit ka qenë shumë e lartë, bizneset e mëdha kanë hasur vështirësi për marrjen e kredive. Sidomos këto muajt e fundit, kryesisht themi afërsisht prej nëntor-dhjetor 2025 dhe këndej, që janë të hasë jashtëzakonisht në mosgatishmëri të madhe të sektorit bankar për më vonë në kredi. Në anën tjetër, profesori i ekonomisë Shkëmbën Misini thotë se kërkesa për kredi nga shumë ekonomi familjare janë të paarsyeshme. Kjo ka të bëjë me mindsetin primitiv të disa qytetarëve të cilët si synim kryesor e kanë marrjen e kredive për shembull për të blerë vetura, për të blerë të gjëra të cilat nuk mund mi rikthy në riinvestim. Sipas BÇK-s, vonesat në pagesat e kredive mbeten të menaxhueshme, sa niveli i kredive jo performuese ka shënuar një rritje prej 1.8%.